Pra, më 15 januar të 2025, prokuroria kishte ngritër akt akuz ndaj Naim Urselit, Granit Plavës, Kushtrim Kokallës dhe Tom Dodës. E rreth 2 muaj më pas, më saktësisht një ditë më parë, pra dje, gjykata themelore e ka konfirmu këtë akt akuz. Pra kjo është edhe tema me cilën do të flasim sot në studio. Liridan, mirë se vjen. Mirë se vjen, Leonard emni. Më falë, Leonard dhe Leonard. Faleminderit shumë për ftesën. Mirë se vini, e vlerësojmë shumë pranimin tuaj sot këtu. E para pyetje që vjen natyrshëm është ajo që e thash edhe në fillim. Sadopak pas këtij konfirmimit të akt akuzës si familje, a ndjeni të lehtësuar? Po pra, pas konfirmimit të akt akuzës, ne si familje ndjemi më të lehtësuar sepse se fillojnë edhe procedurat e lehtëshme të cilat i presim me padurim. E qartë. Avokat, pse u vonua konfirmimi i akt akuzës deri më tash? Në fakt, për publikun e gjanë është si informacion ndoshta jo shumë i qasshëm për të tjerë, po konfirmimi i akt akuzës zakonisht zgjat. Nuk është një diçka që ka qenë anomali në aspektin procedural, kështu që pas kundërshtimit të provave që dhe kërkesës për hudhje të akt akuzës nga mbrojtësit, konsideroj se brenda një afati optimal është ardhur vendimi në lidhje me konfirmimin e akt akuzës. Ajo çfarë intereson të gjithë janë hapa që kanë më marrë tash. Çka do të ndodhë tash pas konfirmimit të akt akuzës? Proceduralisht mbrojtja ka drejt që këtë vendim lidhje me konfirmimin e akt akuzës me dërguar në gjykatën e apelit. Në rast se nuk dërgohet në gjykatën e apelit ose pasi që të konfirmohet edhe nga gjykata e apelit potencialisht, vazhdohet me shqyrtim gjyqësor. Pra kalohet në shqyrtim kryesor. Një rast tjetër që nuk besojmë që do të ndodhë, por që është potencialisht i mundshëm sipas ligjit, është nëse gjykata e apelit e aprovon ankesën e mbrojtjes dhe vendosin. Po, se desha të pyes që gjithsesi, cilat janë disa probleme që mund të dalin në rrugës, ndoshta që mund ta komplikojnë këtë proces. A ka diçka konkrete? Konkrete, në bazë të asaj se çka ka akt akuza dhe prova që shohim në shkresat lëndës, ne besojmë që kjo akt akuzë do të konfirmohet edhe në gjykatë të apelit në rast se mbrojtja e dërgon. Por proceduralisht mundet që të kthehet në plotësim akt akuza, të ndryshohet akt akuza apo edhe të refuzohet akt akuza. Kështu që këto proceduralisht janë të mundshme, por që me vetë faktin që është konfirmuar në shkallë të parë dhe me aq sa ne kemi parë nga arsyetimi i gjykatës themelore në Prishtinë, akt akuza është konfirmuar me një arsyetim shumë të mirë. Domethënë, kështu që nuk besojmë që në gjykatë apelit mundet me erxu konfirmimin e kësaj akt akuzë. Leonard, po më intereson si familje, gjithë ky proces, domethënë deri tek konfirmimi i akt akuzës, si ka qenë kjo periudhë, domethënë e dim natyrisht është shumë e vështirë ta përballosh, por ndoshta me pak fjalë si ju kërkoni drejtësinë që është shumë e natyrshme kjo, si ka qenë kjo periudhë? Nuk ka qenë periudhë e lehtë edhe për neve si familje, sepse çdo ditë u ballafaqoheshim me diçka të re në lidhje me rastin e Liridonës, por ne gjithmonë kemi besuar dhe shpresuar në drejtësi dhe për atë akoma vazhdojmë të besojmë. Për ne lehtësimi më i madh është që drejtësia të vendosë drejtësinë e vendin e duhur. A është rritur ky besim ndaj institucioneve me këtë konfirmim? Po, pra, siç kemi besuar në fillim, vazhdojmë të besojmë akoma edhe më shumë në drejtësinë tonë. E dim, Leonard, që në fillim të seancës, pra fillestare në fund januarit të këtij viti, Naim Urseli edhe është deklaruar i pafajshëm për vrasjen e bashkëshortës, në këtë rast për motrën e juaj. Si një ndjeju si familje kur e keni pa këtë deklarim dhe gjithë këto zhvillime? Normalisht nuk është se na ndje mirë, por faktet janë ato të cilat e akuzojnë pra Naimin dhe të tjerët, të cilët nuk kanë katiikin domethënë drejtësisë, edhe ne presim që drejtësia vetëm me ato fakte dhe prova që i ka, t'i dënoj maksimalisht. Avokat, ndërkaq mos deklarimi të tjerëve pra për fajësi ose pa fajësi, a e vështirëson procesin në këtë rast? Proceduralisht nuk e vështirëson. Heshtja është mohimi i fajësisë, kështu që në rastin e heshtjes konsiderohet që pala nuk e ka pranuar fajësinë. Deklaratat e dhëna edhe në procedurë paraprake edhe në prokurori janë të mjaftueshme së bashku me provat që me zbardhë gjithë rastin. Deklarimi mund të më ndihmu pra pranimi i fajësisë, pasi që nuk shkohet pastaj në administrim të prova fare kur pranohet fajësia, por në rastin konkret edhe sikur të pranohet fajësia do të paraqitet një problem procedural, pasi që vepra konsiderohet e kryer në bashkëkryer dhe për veprat e konsideruara të kryera në bashkëkryer
nuk është lehtë për të pranuar fajësia nga gjykata, edhe nëse vetëm njëri nga ata e pranon fajësinë. Kështu që nuk konsiderojmë që kish me kry shumë punë në aspektin përmbajtësor, ashtu edhe pranimi i fajësisë. Po, ky është një rast që natyrisht shoj në këmbë Kosovën, Shqipërinë, gjithanej diskutime, debate dhe ishte një rast me cilin ka bashkëndjerë çdo qytetar. Për të kthyer pak të dita e tragjedisë, meqense fillimisht ishte raportuar si një grabitje, domethënë si është zbuluar që kjo në fakt ka qenë një vrasje dhe gjithçka e planifikuar. Ashtu si që kemi theksuar dhe më herët, ka qenë më të vërtet gjëturia edhe profesionalizmi i hetuesve policor në atë rast, pasi që në momentet e para që kanë shku dhe kanë po vendin e ngjarjes, nga elementet që kanë po në vendin e ngjarjes e kanë kuptuar që nuk është grabitje. Domethënë gjitha stolit dhe gjitha gjërat me vlerë Liridona i kishte ende në trupin e saj, që është jo tipike për një grabitje. Siç duket s'ka qenë e planifikuar edhe nuk ka qenë grabitje, por ka pastaj elemente tjera të cilat nuk i ikin një hetuesit, cilat nuk mund të i rashtojmë ndoshta tani për tani këtu, por që me të dyshuar hetuesit më njëherë kanë kërkuar nga prokuroria që të vendosin mosat fshehta të hetimit dhe të nxirren pastaj provat nga gjitha kamerat që kanë qenë afër atyre vendeve, janë identifikuar tabelat e veturave që kanë kaluar ndej, kanë ardhur deri te zbulimi i Granit Plavës, prezent në atë vend ngjarje, është arrestu, i njëjti ka konfirmu prezencën e tij dhe pjesëmarrjen në këtë vrasje, pastaj ka treguar edhe për Naimin dhe për kushtrimin, kurse pastaj edhe deklaratat e tyre e vërtetojnë të njëjtën gjë. Ka qenë një zinxhir që fillimisht mund të themi ka ardhur si pasojë, jo si pasojë, po si gjeturie e hetuesve policor në vend ngjarjes. Liridon, vjen shumë keq që her pas here duhet vënë në këtë pozitë dhe t'i kthehemi rastit prapë, por ndoshta është mirë që vazhdimisht flitet dhe ky rast mos të harrohet sepse me të vërtetë na ka trondit gjithëve. Pra si jeni ndjeju si familje, a keni pas ndonjëherë ndonjë dyshim që burri i motrës tuaj mund të jetë porositësi kryesor i vrasjes së saj? Pra a keni pas ju ndonjë dyshim deri në atë moment kur e keni marrë lajmin? Jo, pra ne si familje nuk kishim dyshime të ngjashme që ky ka mund të kryej vrasjen. Ne e besuam ato se çfarë na tha që ishte grabitje, dhe ashtu edhe ne besuam që ka mund të qenë një grabitje. Liridona ka insistuar diçka për me jep çantë ose diçka sepse ashtu na tregoi ai, edhe ne vazhduam të besojmë atij deri në momentin që në lajme që është arrestuar. Është e vështirë edhe e rënda të diskutohet edhe për motivet, por meqense është diskutuar shumë edhe një opsion, domethënë që mund të ketë qenë një sigurim shëndetësor në shtetin suedez. Si e keni parë ju domethënë këto raportime dhe çka ka në brenda kësaj? Po pra edhe ne kemi besuar se nëse është edhe njëra nga qëllimet e Naimit për vrasjen e Liridonës është edhe dobia pasurore, sepse Liridona kishte një sigurim shëndetësor në Suedi, dhe edhe ne besuam që njëra nga arsyet edhe kjo mund të jetë pra. Tash ka kalu shumë kohë prej rastit. Tani kur ktheheni prapa në kohë nga bisedat e juaja që i keni pas me Liridonën, a ka diçka që lidhet pikërisht me këtë që ka ndodhur? Që tani kur e mendon thu ka qenë kjo po ne se kemi vrejt si familje ndonjë komunikim ose diçka? Jo, asnjëherë Liridona nuk është se na ka anku diçka ose në familje ka qenë e lumtur. Zakonisht festat të cilat i kemi pas, ka ardhur, ka festuar me neve, me fëmijë, nuk është se është anku diçka specifike normalisht. Jo, asnjëherë. Ndërkohë për fëmijët është natyrisht një interesim shumë i madh se si janë ata, ku gjenden është e vështirë pa diskutim edhe kjo pjesë, po si është situata me ta? Për fëmijë ka kaluar një javë që jam qenë në Suedi, i kam vizitu, nuk mund të mundshu shumë në aspektin e fëmijëve, gjendja atyre nuk është edhe aq e mirë sepse janë duke përjetuar shumë rënd. Ajo na vret edhe neve më shumë si familje, sepse fëmijët janë në kujdesin social në Suedi, kanë filluar nga pak edhe të harrojnë gjuhën, për neve po është edhe akoma më e vështirë sepse ku po flasin me prind, pra nuk po mundën më kuptu shumë, ajo po na vret neve si familje, sepse edhe ata janë duke përjetuar shumë rënd. Sepse ishin edhe vetë prezent në veturë edhe shpjegojnë ngjarjen edhe ata sikur që është e përshkruar nga ne. Ata e përshkruajnë si grabitje apo janë të vetëdijshëm se çfarë realisht ka ndodhur? Ata e përshkruajnë edhe si grabitje, po edhe janë të vetëdijshëm për hapat të cilat i ka ndërmarrë Naimi.
Ajo që ka intereson gjithë publikun është sa kam fëmijët kontakt me familjarët e Naim Murselit. Për këto nuk e di edhe nuk jam interesu. Po, nuk keni informacion sa i përket kësaj. Nga kjo studio, një thirrje për drejtsin, avokat? Shpresojmë që rasti Liridonës tjetë një për rasteve që tjetë ndoshta jo rasti i parë për shkak se kemi pas edhe raste tjera të cilët janë dënu edhe me dënim me burgim të përjetshëm për këto vepra të llojit njëjtë, por që konsideroj që me rastin e Liridonës duhet të bëhet një sensibilizim i madh edhe institucional, edhe popullor që rastet e tilla të parandalohen, nëse ndodhin të bëhet hetim i thellë, profesional në mënyrë që kryesit e këtyre veprave penale gjejnë dënimin në këtë mënyrë edhe të arrihet efekti retributiv, edhe i satisfaksionit të familjes, po edhe i preventiv në shoqëri që këto raste mos ndodhin më. Për ndryshe, në rast se nuk dënohen persona të tillë, konsideroj se është një lloj bashkëfajësie të gjithëve në këto raste. Kur mund të marrë shpejt, ose sa mund të marrë një epilog të përfundimtar e gjithë ky rast? Nuk mundemi me ditë për shkak se varet shumë nga dinamika që përcakton gjykata. Pastaj propozimet e mbrojtjes nuk mundemi me i parashiku se çfarë provar do të propozon mbrojtja. Kështu që nëse japim diçka, mund të japim vetëm dezinformat. Kështu që patjetër që jeni të lirë edhe për fund nëse ka ndonjë detaj ose diçka në cilën dëshironi të ndalni, jeni të lirë ta bëni. Jo, unë ju falenderoj për ftesën edhe ju falenderoj prej kësaj studio edhe juve si media dhe gjithë mediat në Kosovë për mbulueshmërinë e këtij rasti. Konsideroj se keni qenë gardian të drejtësisë gjatë gjithë kësaj kohe që ju falenderojmë shumë. Patjetër, sa herë keni nevojë, kjo studio është e hapur për juve. Gjithashtu në emër të familjes, ju falenderoj gjitha mediave për punën dhe angazhimin e juaj për zbardhjen e këtij rasti. Ajo që ne besojmë është se me forcën tonë të bashkuar, drejtësia do të triumfojë dhe ata do të marrin dënimin e merituar. Faleminderit shumë për prezencën edhe për këto mesazhe.